12 qershori shënon ditën botërore kundër shfrytëzimit të fëmijëve për punë. Në kuadër të kësaj dite është organizuar një aktivitet sensibilizues në temën Kartoni kuq i punës së fëmijëve, lojë ndershme për fëmijët, punë dinjitoze për të rriturit, me fokus promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e përfshirjes së tyre në punë të papërshtatshme. Përmes këtij aktiviteti, synohet të rritet ndërgjegjësimi në komunitet, të promovohet të drejtat e fëmijëve dhe të forcojmë të gjithë së bashku bashkëpunimin. Të gjitha institucionet, pa përjashtim, kanë për detyrë të mbrojnë fëmijët nga shfrytëzimi për punë nën moshën e lejuar. Pavarësisht punës së përbashkët, asnjë arritje nuk mund të bëhet pa bashkëpunim ndërinstitucional, tha drejtoria e Shërbimit Social në Bashkinë Shkodër, Edita Shoshi. Për Bashkinë Shkodër, trajtimi i këtij fenomeni mbetet një nga prioritetet tona më të vazhdueshme dhe më të rëndësishme. Kjo nuk arrihet dot vetëm nga një institucion. Policia vendore e Shkodrës këtë vit ka proceduar 2 raste të shfrytëzimit të miturve në punë. Kemi pasur 2 raste gjatë klipës mujori, në cilën janë marrë masat e menjëhershme, ku janë dërguar në institucionet përkatëse më të sigurta për rehabilitimin dhe integrimin e tyre sa më të mirë në shoqëri. Ky aktivitet vuri theksin tek rëndësia mbrojtjes së fëmijëve përmes forcimit të familjes, mbrojtjes sociale dhe kujdesit alternativ familjar, si dhe të nxjisë rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, organizatave dhe komunitetit.